Kjo bimë ka habitur të gjithë mjekët, ja përse gratë mbi 40 vjeç duhet ta përdorin urgjent. Rozmarina është një barishte e vajit të cilës përdoret për të përgatitur medikamente të ndryshme, kryesisht ato për problemet e tretjes duke përfshirë urthin, gazrat, gjithashtu edhe problemet e humbjes së oreksit. Përdoret gjithashtu për problemet të mëlçisë, të fshikjes së tëmthit, gjithashtu përdhesit, kollës, dhimbjeve të kokës, presionit të lartë të gjakut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Presionit të ulët të gjakut, stresit, depresionit dhe përmirëson gjithashtu edhe qarkullimin e duhur të gjakut. Ekspertët tregojnë se përdorimet të tilla të rozmarinës mund të jenë gjithashtu një nxitse shumë e mirë e shëndetit në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj përdoreni atë me kujdes për të rritur përfitime të duhura, për të evituar kështu lodhjen me moshën, për të përmirësuar energjinë, për të përmirësuar gjithashtu lodhjen mendore dhe për të evituar komplikacionet e shëndetit tuaj. Ekspertët tregojnë se përdorimet të tilla të rozmarinës mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë e shëndetit në luftën kundër komplikacioneve dhe në nxitjen më të mirë të organizmit. Ekspertët thonë se rozmarina është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë përfitime dhe ndihma që kjo bimë jep në organizmin tuaj e bëjnë atë një prej përzgjedhjeve më fantastike, rigjeneruese për shëndetin dhe lehtësuese kundër komplikacioneve. Disa gra e përdorin rozmarinën gjithashtu edhe kundër problemeve të dhimbjeve menstruale dhe lehtësimin e tyre në këto raste. Rozmarina mund të aplikohet në lëkurë për të parandaluar edhe për të trajtuar rënien e flokut. Përdoret gjithashtu edhe për trajtimin e problemeve të qarkullimit të gjakut, gjithashtu kundër problemeve muskulare dhe dhimbjeve të tyre. Përdorimet të tilla të rozmarinës do të luajnë një rol pozitiv në rigjenerimin e shëndetit dhe jo vetëm. Në ushqim, rozmarina mund të përdoret si erëzë. Gjethet e saj mund të përdoren për të përgatitur edhe vaj, ose mund të përdoren gjithashtu edhe në pije të ndryshme. Ndaj, rezultatet që do t'i japë kjo bimë në shëndetin tuaj do ta bëjnë atë një prej produkteve për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Por si mund ta përdorni rozmarinën për të marrë përfitimet e tyre unike për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj? Dëshmi të ndryshme kanë treguar se rozmarina mund të jetë një përfitues shumë i mirë edhe me kalimin e moshës suaj dhe të ndikojë pozitivisht në shumë aspekte të saj, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke nxitur një rezistencë më të mirë të shëndetit tuaj. Ekspertët thonë se rozmarina mund të jetë një përmirësuese shumë e mirë e kujtesës suaj, duke rritur kështu përfitime dhe duke evituar komplikacionet në organizëm. Sipas dozave më të larta, duket se ajo është një përzgjedhje shumë e mirë për të stimuluar një kujtesë më të fortë dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e saj. Shtimi i rozmarinës në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një mënyrë shumë e mirë kundër rënies së flokut, duke ju ndihmuar në rigjenerimin tuaj të flokut dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Ullumtimet e hershme kanë treguar një zëri se vaji i rozmarinës dhe vajrat e livandos mund të ndihmojnë në lëkurën e kokës, të përmirësojë qarkullimin e gjakut në të dhe të nxjisë gjithashtu të keni një flok më të shëndetshëm, më të mbrojtur dhe pa efekte të ndryshme anësore. Rozmarina është një bimë që praktikisht mund të ndihmojë shumë edhe në betejën kundër problemeve të artritit. Kërkimet e hershme tregojnë se marrja e produkteve të rozmarinës, kërcellit, gjetheve mund të zvogëlojnë edhe problemet e dhimbjeve të artritit. Dëshmitë kanë treguar se përdorimet të tilla të kësaj bime do të luajnë një rol fantastik rigjenerues për organizmin dhe lehtësues kundër komplikacioneve të tij. Prandaj, përdoreni rozmarinën në të mirë të shëndetit dhe rezultatet që do të keni në këto raste do të jenë rigjeneruese për shëndetin dhe lehtësuese kundër artritit. Kërkimet e hershme sugjerojnë se marrja e një produkti që përmban rozmarinë, centauri, gjithashtu mund të ulë sasinë e proteinave të urinës kur merrni ilaçe standarde dhe mund të ndikojë në këtë aspekt. Rozmarina është një bimë praktikisht që mund të ndihmojë edhe kundër lodhjeve mendore.
Kërkimet e hershme kanë treguar se marrja e rozmarinës në përditshmërinë e dietave tuaja mund të ndikojë edhe në përmirësimin më të mirë të shëndetit tuaj, duke nxitur vëmendjen dhe duke evituar kështu lodhjen e ndryshme trupore, duke i siguruar trupit një mbrojtje më efikase. Rozmarina është një bime që praktikisht mund të ndihmojë edhe në betejën kundër problemeve të hipertensionit. Ulëntimet e hershme kanë treguar se rozmarina mund të nxjisë që të keni një organizëm më të shëndetshëm, një mbrojtje më të mirë të imunitetit dhe për të parandaluar kështu komplikacionet të organizmit tuaj. Rozmarina është një bime shumë e mirë kundër problemeve të stresit. Disa studime të hershme sugjerojnë se aromaterapia e vajit të rozmarinës dhe vajit të livandos mund të zvogëlojë në ritmin e pulsit, por jo presionin e gjakut të njerëzit të cilët marrin pjesë në teste. Por studimet tregojnë se aplikimi i vajit të rozmarinës në këto situata mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për rastin tuaj dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj, nëse doni që të përfitoni nga kjo bime veçantë, siguroni që ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Rozmarina është një bime praktikisht shumë e mirë edhe në luftën kundër problemeve të stresit. Disa studime të hershme sugjerojnë se aromaterapia e vajit të rozmarinës dhe vajit të livandos mund të zvogëlojnë gjithashtu edhe ritmin e pulsit, por jo presionin e gjakut tek njerëzit të cilët mund të kenë edhe probleme të tilla. Studimet tregojnë se aplikimi i vajit të rozmarinës do të rrisë ndjenjat më të mira të qetësimit kundër problemeve të ankthit dhe të stresit. Rozmarina është një bime që praktikisht mund të ndihmojë organizmin tuaj edhe kundër problemeve të djegjes nga dielli. Ulëntimet e hershme sugjerojnë se marrja e produkteve që përmbajnë rozmarin mund të mbrojë lëkurën tuaj nga dielli dhe të ndihmojë gjithashtu edhe në një rigjenerim më të mirë të saj. Ndaj, përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë një ndihmë shumë e mirë në situatat tuaja emergjente. Vaji i rozmarinës është një ndër produktet më të rëndësishme që gjen përdorime të gjëra në kozmetik në ditën e sotme, dhe jo vetëm. Ajo mund të ndikojë pozitivisht në shumë aspekte të organizmit dhe si e tillë mund të sjellë edhe përfitime të mira në dobi të vlerave të shëndetit tuaj dhe jo vetëm. Rozmarina është një bime që praktikisht mund të ndikojë ndjeshëm në shumë aspekte të organizmit dhe si e tillë ajo ndikon pozitivisht edhe kundër rënies së flokut. Dieta të varfra ushqimore dhe përdorimi i vazhdueshëm i tharësve së flokut ose edhe mashave të flokut, lyerja e tyre e vazhdueshme mund të jenë një arsye pse ju po përjetoni humbje të theksuar të flokut dhe probleme të njëpasnjëshme të tyre. Studimet kanë treguar se aplikimi i vajit të rozmarinës në flokun tuaj, gjithashtu edhe masazhimi i tij në flok, mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur rigjenerimin më të mirë të shëndetit të flokut dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e dobësimit të tij. Ndaj, përdoreni këtë bime si një përzgjedhje të mirë ushqyese në situatën tuaj dhe mund të nxjisë edhe një përmirësim më të mirë të rigjenerimit të flokut. Rozmarina është një bime që praktikisht mund të ndihmojë në përmirësimin më të mirë të kujtesës. Vaji i rozmarinës është i pasur me përbërës me veti të mira antioksiduese, pasi ai mund të përdoret shumë në rigjenerimin e shëndetit të flokut dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Prandaj, përdoreni atë sipas mundësisë së suaj dhe rezultatet që do të keni në këto situata do të jenë të menjëhershme, të fuqishme dhe do të parandaloni komplikacionet e shëndetit tuaj. Sipas Journal of Neuroscience, ekspertët citojnë se vaji i rozmarinës mund të jetë një nxitës shumë i mirë i shëndetit tuaj të kujtesës dhe parandalimi i problemeve të stresit dhe të depresionit. Ndaj, përdoreni atë me kujdes në këto situata dhe do të keni gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe do të parandaloni problemet e dëmtimit të kujtesës. Rozmarina është një bime që praktikisht mund të ndihmojë shumë edhe në mbrojtjen e mëlçisë. Mëlçia është e njohur si motori i dytë i trupit të mirë pas zemrës. Pasi ajo ka nevojë që të rigjenerohet vazhdimisht, rozmarina mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në këto situata, duke parandaluar komplikacionet dhe duke nxitur kështu një organizëm më të fortë, më të shëndetshëm dhe duke evituar gjithashtu dëmtimet e shëndetit tuaj. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.